Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar së fundmi raportin mbi terrorizmin e shteteve për vitin 2016, ku bie në sy edhe përmendja e Shqipërisë jo si një vend mbështetës, por si një vend i shënjestruar nga terrorizmi. Sipas këtij raporti, vendi ynë kërcënohet nga terrorizmi iranian, që e sheh Shqipërinë si një pikë mbështetje në kontinentin evropian. Si edhe në Bosnjë, Irani ka tentuar të infiltrohet përmes krijimit të organizatave bamirëse dhe kulturore, që shërbejnë si organizata të fshehta për trupat e Gardës Revolucionare Islamike dhe Ministrinë e Inteligjencës. Mëtej, raporti thekson se Irani ka vijuar aktivitetin terrorist, duke rritur mbështetjen për Hezbollahun, grupet palestineze terroriste në Gaza dhe grupimet e ndryshme në Siri, Irak dhe Mbarlindjen e Mesme. Sa i përket pranisë në Europë, Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson se shumë aktivitete mbeten ende të pasgjidhura. Por pavarësisht përpjekjeve, terrorizmi iranian nuk po gjen mbështetje në popullsinë e përgjithshme të vendit tonë. Qeveria shqiptare dhe parlamenti arritën një marrëveshje unanime për të lejuar një numër të madh të anëtarëve të grupit opozitar demokratik MEK të Iranit të vendoseshin në vendin tonë vitin e kaluar. Sa kaq, komuniteti ndërkombëtar do duhet të tregohet vigjilent dhe t'i bashkohet sanksioneve amerikane ndaj trupave të Gardës Revolucionare Islamike për të mos lejuar fuqizimin e mëtejshëm të tyre.